A mund të ekzistojë drejtësia historike në një botë të udhëhequr nga intereset gjeopolitike dhe kompromiset diplomatike, nëse do të referohemi edhe çështjes Çame, Ervin? Më vjen mirë sepse unë jam i pari që kam ngritur çështjen Çame në Parlamentin Evropian në Strasburg. Erdhën nga komuniteti Çan edhe në atë kohë binda eurodeputeten Doris Pack dhe u ngrit një çështje për herë të parë në mbas 62 vjetësh në Parlamentin Evropian, po nuk është bërë shumë për unë mendoj që drejtësia duhet jepet në çdo kohë, kupton, por ka raste pafund që drejtësia nuk jepet, jo vetëm këtu në Shqipëri, po dhe në botë, domethënë jetojmë një botë të intrigave, të fordëve, të atyre që nuk e kuptoj, domethënë nuk arrit ta kuptoj se si një drejtësi që në raste të caktuara dhe ka shkatruar, ka